nesër apo vononte shumë. Ishte dita kur po tentohej të likuidohej një bërë shumë ujor karshia atij njeriu që detyrohej më shumë se kujdot njeriu tjetër. Hapat e nxitura mbajtën frymën në vatën në ngrohtë prinderore. Nuk pata nevojë të shtyja derën sepse siç duket ai kishte qenë ashtu e hapur për shumë kohësh. Para mia është faqe e bukur e botë, nëna ima. Që ishte veshur vërtet bukur dhe me shumë gusto. Nëni thash, komplimente i veshur vërtet bukur. Është fustani që babi yt më dhuroi për fejez birë. Më tha shumë gëzuar. Sot bashkë me djalin tim të mrekullueshëm ka ardhur dikush që po mungonte për shumë vitesh, djali i nënës. Me ka ardhur me ty, babai yt. Sytë pak më pyetur fare më lotuan, por me fakt i fshiva lotët. Ai është ai që gëzuar dhe unë nuk doja ta mërzisja. Unë gjesh pas krau dhe gjithë rrugës drejt restorant më mbajti ngjeshur pas vetes. Parë si kisha munguar shumë kohë dritës tim të ballit. Por nga ana tjetër zbulova se shtrenjta nëna ime më kishte munguar. Duke patur, aq pra. Ulëm dhe me zemrën e dorë i zjata me non, hidhi një sy nën dhe zjedh që dush. Bjerë me tha, duke mu qasur. Nëna jote tani më ka probleme sytë. Ma lexo ti. E qasët të kumë po prisët t'ja lexoja me nun. Një zë brendshëm besoj i doli i ndonjë engjulli më tha, mos u bëjnë ajo, shkronjat e menos janë aq të mëdha dhe të qarta. Asaj si intereson menuja. Engjulli tënd i intereson të qaset sa më pranë teje. Mishit e shpirtit të saj, të nohas aromën tënde, që ka kaq kohë që i ka munguar. Ajo nuk hëngri veç se pak, por ende pa ngritur më pyeti teksa me zor priste përgjigjen time birë. Kur do jetë dreka radhës? Zemra nxitoi gojën time dhe ajo me zë të ëmbël foli. Çdo javë në njëjtën ditë dhe orë, ta ja fjalën. Ajo mrekulluar më tha, jo, birë, ti ke shumë punë. I thash, që kam vendosur të dhidhuroj ty janë orët më të çmuara të jetës time. U ndava me pahirë dhe i qetësova sërish duke i thënë, pra të shtunën tjetër, Zoti të ruajt birë. Nuk duhet të pëngoj, si shtë thash në? I thash me butësin. Zilja telefonik, këtë herë zdi pse më tringëlloj ndryshe. Alo. Zërin i të afrëm ti më futi në klati. Nënën e kene reanimacion? Nuk dishit të shqetësoj dhe ka marrë urgjencën. Në faqgjendja saj nuk është fort mirë, si duket e ka ngacmuar zemra sërish. Nxitova sa mundë. Figura që zhdukeshin para syve të mi, së fundmi më zbuluan bllokun e spitaleve. Ja kardiologjia, ja dhe reanimacione. Më thonë se nëna nuk do të gjeja në një dhomë numër e cilit nuk e mbaj mend dhe nuk duhet ta mbaj mend kurrë. U futa tek dhoma, disa të afërm të tjerë gjetëshin aty pranë meje. Një fytyrë e hijshme dhe pse sytë e saj që mbyllur kishte ndriçuar tërë dhomën. Po flinte. Por jo, diçka nuk shkonte. Sepse kushëria e mamës sime po qante. Ndaj më afrova dhe me sy të mbushur me lot më tha. Nëna të la. Ai ishte shumë i qetë, di që gëzuar. Ma tregoi për dhuratën e çmuar që ti kishe bërë në jemi dashur. Mu lavdrua dhe më tha, si djali im nuk kam botë. Të më qetëson të daja. O nën do kisha dashur një herë ta dëgjoje zërin tënd. Të
më përkthejtë të si atë ditë shpirin tim. Po se dhe sharova, tha Daja. Nëna më dha një letër të mbyllur enkas për ty. Kërkoj në përgjeba dhe me dorën që po e dridhëm as zjadja të. E rëmbeva nga dora, e hapa të lexoj dhe në fakt zëri im Belisaj nisi të ma lexonte atë letër. Dhe shpirti im sërish më ndihej përgatëtur. Birë, pas nesër është shtunë. Dhe si që kishim lënë, do shkojmë të tregojmë së bashku. Unë mërzoj për prisja birë. Por kjo zemra ime shkret që më e lodhur prej kohësh, e pas kam dashur të shqetësoj birë, këtë radhë po ndjej se ai ka vendosur të mbraftoj. Ja nëna jota bashavash, po lut Zotin që të m'jap pjesa të shkruaj këtë letër. Birë në të njëjtin restorant do shkoj. Ose po të lënë në namë edhe të shkosh. Do shta nëna s'do jetë, për ti me rënusën birë dhe shkoni bashkë. Të radhë, po i qëras nëna. Ligët i ke prit në zarfit birë. Ja zërë që qëra rritët të shkruaj. Të prufe malë mama e jote. Nëna po e lek të botë shumë të kënaqur për teje. Zëri të bekovë birë. Me buzë që bëjt drishin dhe lote që s'poj për shumë më tha. A e keti nëna i gjallë? Akoma për përgjigju më ktheu. A sigur të kisha nënën time akoma i gjallë.